Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Ne duhet të mësojmë të ecim në frymë. Ne duhet të mësojmë të zgjedhim të vërtetën. Ne duhet të mësojmë të ripërtërim mendjet tona. Ne jemi nxënës. Të dashur miq, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. A ka ndonjë gjë që do doni të ndryshonit më shumë në jetën tuaj? Shumë prej nesh mund t'i përgjigjen me shpejtësi kësaj pyetje. Është diçka që e njihni shumë mirë. Mund të jetë një tendencë drejt gënjeshtrës, një marrëdhënie që duhet ndërprer apo një detyrim i papërmbushur. Jeni munduar të ndryshoni sjelljen tuaj, por ndjeni plotësisht të pafuqishëm në atë fushë të jetës suaj. Sot, Dr. Stanley do të na tregojë çelësin se si mund të bëjmë ndryshime të qëndrueshme në jetën tonë. Ju e dini që nëse duam të kemi një sjellje të perëndishme, së pari duhet të kemi mendime të perëndishme. Qëndroni me ne dhe mësoni më shumë se si të ripërtërim mendjen tonë. Këtu me ne është Dr. Charles Stanley. Ne lexojmë shumë gjëra në shkrime, që mendja jonë thjesht i kalon pa u menduar gjatë. Themi me vete, çfarë do thot vallë kjo gjë? Në vend që të ndalojmë dhe të mundohemi të gjejmë kuptimin e asaj çfarë lexojmë, i bijmë shkurt e themi, ndoshta një ditë do të dëgjoj ndonjë predikim për këtë gjë. Pra, disa nga të vërtetat më themelore të jetës së krishterë, ne vetëm sa i hedhim një sy kalimthi me një lexim të vetëm. Një nga ato të vërteta themelore është edhe ajo për të cilën dua të flas në emisionin e ditës së sotme. Kjo e vërtet është një princip bazë shumë i rëndësishëm i shkrimit, diçka me të cilën duhet të merremi të gjithë. Çfarë ndodh me ju sa herë që lexoni një varg? A thoni çfarë do të thotë kjo? Çfarë kërkon ky varg prej meje? Apo thoni çfarë do që të thotë, unë do të vazhdoj të kërkoj për të gjetur diçka që mund ta kuptoj. Le të shkojmë së bashku tek letra drejtuar Efesianëve, sepse duhet të shikojmë një pasazh që trajton diçka me të cilën përballemi çdo ditë. Duhet t'ju jap një ide se si të bëjmë diçka që Bibla thotë se duhet ta bëjmë. Në fillim të vargut të 17 të kapitullit të 4, Pali thotë: "Këtë pra po dëshmoj në Zotin, të mos esni më si po ecin ende jo hebrejtë e tjerë, në kotësinë e mendjes së tyre." Në kotësinë e mendjes së tyre, që do të thotë bosh, pa asnjë qëllim, pa drejtim, duke mos ditur asgjë për Perëndin dhe vullnetin e tij. Kur flet për ecjen si jo hebrejt, ai e ka fjalën për ecjen ton si jo besimtar. Të errësuar në mendje, ata nuk e njohin Zotin, të shkëputur nga jeta e Perëndisë, për shkak se nuk e njohin atë, për shkak të padijes që është në ta dhe ngurtësimit të zemrës së tyre. Ai thotë se ata ndodhen në ato pozitë për shkak të padijes dhe për shkak të ngurtësimit të zemrës së tyre. Ata jo vetëm që janë të paditur, por edhe i kanë ngurtësuar zemrat e tyre ndaj Zotit. Ata, duke u bërë të pandjeshëm, e dhanë veten në shturje, duke kryer çdo papastërti me lakmi të pangopur. Është interesant fakti se sa herë që në shkrim flitet për njerëz të papastër, shpesh papastërtia e tyre është e ndërthurur me lakmin. Por ju nuk e keni njohur kështu Krishtin. Ne nuk duhet të jetojmë në këtë mënyrë. Në qoftë se e keni dëgjuar atë dhe keni qenë të mësuar në të sipas së vërtetës që është në Jezusin. Që të zhvisheni për sa i takon sjelljes së mëparshme, nga njeriu vjetër që korruptohet me anë të lakmive të gënjeshtrës dhe të përtëriteni në frymën e mendjes suaj dhe të visheni me njeriun e ri të krijuar sipas Perëndisë në drejtësinë dhe shenjtërinë e së vërtetës. Çfarë do thotë të përtërihemi në frymën e mendjes sonë? Si mund ta bëjmë këtë? Si mund ta ripërtërijmë mendjen time? Kur u bëm të krishterë, Bibla thotë se u bëm një krijesë e re në Krishtin. Kur unë u bëra një krijesë e re në Krishtin, me mua ndodhi diçka, jo një gjë fizike. Vërtet që ndoshta
mund të kemi filluar të dukemi më mirë, por kjo ka ardhur vetëm sepse shpreha jonë e fytyrës ka ndryshuar për shkak të asaj që ka ndodhur brenda nesh. Kështu, ne u bëm krijesa të reja në Krishtin dhe e pranuam atë si shpëtimtarin ton. Ai na dha një shpirt të ri, një jetë të re, një perspektivë krejt tjetër për jetën dhe gjërat ndryshuan brenda nesh. Por çfarë ndryshoi brenda nesh? Gjëja e parë që ndryshoi ishte ringjallja e frymës sonë të vdekur. Zoti na dha një shpirt të ri dhe fryma e tij erdhi të banojë në ne. Në këtë mënyrë ne mund të lidhemi me Atin. Para se të shpëtoheshim, ne nuk mund të kishim një marrëdhënie me Atin. Ishim të errësuar, të ngurcuar, të pandijshëm dhe nuk e kuptonim Zotin dhe gjërat e tij. Pse? Sepse një person i humbur, edhe pse është i gjallë fizikisht, emocionalisht dhe mendërisht, është i vdekur frymërisht. Këta lloj njerëzish kanë marrëdhënie me njerëzit e tjerë, rrethanat, situatat, gjeografinë, por nuk kanë marrëdhënie me Zotin. Në momentin që Jezus Krishti vjen në jetën tënde, ti mund të lidhesh me Zotin. Ne duhet pranojmë se kur erdhi Jezus Krishti, nuk ishte aq e thjeshtë dhe ne nuk thamë menjëherë, "Oh, mrekulli, tani do të jetojmë për Jezusin, do të esim të shenjtë para tij, do të jemi të bindur, do të lexojmë Biblën, do të lutemi dhe do të vazhdojmë çdo ditë. Oh, do të jetë fantastike." Sa për jush kanë menduar se jeta e krishterë do të ishte kështu? Ne themi ashtu si tha apostulli Paul tek Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 7, vargu 19. Në fakt, të mirën që dua, nuk e bëj, por të keqen që s'dua, atë bëj. Pali po thot, a e dini si është puna? Atë çfarë duam të bëjmë, nuk e bëjmë, dhe atë çfarë nuk duam të bëjmë, e bëjmë. Çfarë do të thotë kjo? Para se të shpëtohesha, ndodhesha në një anë krejt tjetër dhe unë mendoja ndryshe. Mendoja në mënyrë të mëkatshme dhe egoiste. Mendoja me lakmi dhe epsh. Pra, të gjithë ne para se të shpëtoheshim, mendonim kështu. Por kur Zoti Jezus erdhi në jetën time, atëherë brenda meje ndodhi diçka. Unë nuk jam më në të njëjtin vend si më parë. Unë nuk jam më ai që isha. Kur u shpëtova, unë u bëra një person fringo i ri dhe fillova të mendoj ndryshe. Tani që besoj, më pëlqen të mendoj gjërat që janë të drejta, të shenjta, të gëzueshme, të dashura, edhe ato që janë sipas shkrimit. Të gjitha gjërat që mendoja më parë, tani janë diçka e shkuar sepse unë jam një person krejt i ri. Por cili është problemi? Ndonjëherë ne veprojmë po një lloj sikur të ishim të pashpëtuar. Çfarë na shtyn të veprojmë kështu? Kur shpëtohemi ne marrim një frymë të re, një jetë të re, dhe gjithçka është krejt e re. Por edhe pse Zoti ndryshon qëndrimin ton ndaj gjërave, ka zakone në mendimet tona apo sjellje, të cilat janë rritur me ne dhe ne duhet të ndryshojmë. Por si duhet të merremi me këto sjellje? Në asnjë vend në Bibël nuk thuhet Zoti do të ripërtëri mendjen time. Ripërtëritja e mendjes është diçka që është përgjegjësia ime personale. Unë jam përgjegjës për mënyrën se si mendoj. Që prej momentin që Zoti erdhi në jetën time dhe më krijoi mundësinë që të mendoj ndryshe, unë jam personi i vetëm përgjegjës për ndryshimin e sjelljes time. Përtëritja e mendjes do të thotë që unë duhet ta riprogramoj mendjen time të mendoj ashtu si jam në të vërtetë. Por si mund të ndodhë kjo? Dikush mund të thotë, po prit një minutë, nëse më duhet të mendoj ndryshe, atëherë ndoshta nuk mund të kem ndryshuar. Sigurisht i ke ndryshuar, sepse ti ke një shpirt ndryshe, një frymë ndryshe. Ti ke ndryshuar në të gjithë qenien tënde të përjetshme dhe je një person krejt tjetër. Po për shkak se kemi natyrën e vjetër të mishit ton, 5 qisat, ne jetojmë midis dy sistemesh që kundërshtojnë njëri tjetrin. Sistemi i drejtësisë dhe sistemi i të keqes. Për shkak se jetojmë në këtë botë, ne kemi ende trupat tanë njerëzor, fuqinë, potencialin, madje ndonjëherë edhe dëshirën për të bërë atë çfarë nuk duhet ta bëjmë. Le të shkojmë së bashku tek Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 12, vargjet 1 deri në 2. O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë, nëpërmjet dëmshurisë së Tij ndanesh, ta paraqisni trupin tuaj, tani që jemi shpëtuar nga hiri i Zotit, si flit të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia,
që është shërbesa juaj e mençur. Ai thot se dorëzimi i vetes tonë te kati është gjëja e duhur për të bërë. Dhe mos u konformoni me këtë botë, mos lejoni që bota t'ju bëjë sipas formës së saj, por transformohuni. Bëni që njeriu i jashtëm të bëhet si njeriu i brendshëm, me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të veproni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullneti Perëndis. Ai thot: transformohuni në mënyrë që njeriu i jashtëm të bëhet si njeriu i brendshëm. Ne dim se kush jemi në njeriu e brendshëm. Ne jemi të shpëtuar me anë të hirit të Zotit. Fryma e Zotit jeton brenda nesh dhe ne kemi drejtësi, shenjtëri, paqe dhe gëzim në Zotin. Ja pra se kush jemi ne. Pali thot: mos e lejoni botën që t'ju mpresi pas formës së saj, por ripërtërini mendjen tuaj në mënyrë që njeriu i jashtëm, sjelljet tona, veprimet tona, t'i përshtaten personit se kush jemi në të vërtetë, personit tek i cili banon Shpirti i Shenjtë dhe me anë të cilit ai jeton jetën e tij. Si ndodh kjo gjë? Dua që të mbani shënim disa gjëra. Nuk është ndonjë gjë e ndërlikuar, por është diçka për të cilën ne jemi përgjegjës për ta bërë. Kur ju filloni të kuptoni që nuk po mendoni ashtu si mendon Zoti, atëherë është koha të fillojmë sërish ripërtëritjen e mendjes. Kjo nuk është diçka që mjafton ta bëjmë vetëm një herë në jetë. Ne duhet ta bëjmë këtë gjë vazhdimisht sepse jetojmë në një botë që përpiqet të na jap formën e saj. Le të shohim se çfarë do që të bëj bota. Bota do përpiqet të tërheqë vëmendjen me gjërat e saj. Mos lejoni botën të ju jap formën e saj. Po, si mund të ruhemi nga kjo gjë? Ne mund të ruhemi me anë të ripërtëritjes së vazhdueshme të mendjes tonë. Si mund ta bëjmë këtë? Shkruani këto gjëra. Numri 1. Gjëja e parë e rëndësishme është që unë duhet të njoh pozitën time të re. Unë nuk jam më ai që isha, por një person krejt i ri në Krishtin Jezus, pra nuk mund të jetoj si bota. Pra, së pari, ne duhet të kuptojmë këtë fakt. E gjithë teologjia e Palit mund të përmbledhet në 2 fjalë: në Krishtin. Kjo do të thotë që unë tani kam një pozitë të re në të. Pra, së pari, duhet të pranoj se kush jam. Unë jam një fëmijë i Perëndis, i shpëtuar me anë të hirit të Zotit. Unë jam në Krishtin Jezus dhe Krishti është në mua. Unë e pranoj këtë pozitë të re që kam. E dyta, unë zgjedh ta vendos mendjen time tek e vërteta. Dikush mund të thotë: po si ta njoh të vërtetën? Bibla është e mbushur plot me të vërteta. Ajo është e vërteta për Zotin, e vërteta për njeriu, e vërteta për botën, e vërteta për Satanin, e vërteta për frymën e shenjtë dhe e vërteta për Jezusin. E vërteta ndodhet vetëm në Bibël. Nëse doni ta njihni atë, kaloni kohë me fjalën e Zotit. Ne duhet mendojmë ato gjëra që na thot Pali tek letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 3, vargu 2. Kini ndërmend gjërat që janë atje lart, dhe jo gjërat që janë mbi tokë. Kjo nuk do të thotë se ne nuk duhet të mendojmë për punën tonë, ushqimin, veshjen dhe gjithë gjërat e tjera që na duhen për të jetuar. Por si mund ta çojmë mendjen tek gjërat që janë atje lart? Unë duhet të vendos. Sot do të eci në frymën e Zotit, unë do të bëj vullnetin e Zotit dhe do të jemi ndjeshëm ndaj qëllimit të Zotit për jetën time, pavarësisht se çfarë kaloj. Unë duhet të pyes: cili është qëllimi i Atit? Çfarë dëshiron Zoti që të bëj? Kur diçka nga bota del në rrugën tënde, atëherë është përgjegjësia e Shpirtit të Zotit që ta identifikojë dhe pastaj ty të duhet të zgjedhësh se si duhet të mendosh. A do mendosh si bota apo do mendosh si Zoti? Gjëja e tretë, shkruajeni. Ne duhet t'i analizojmë mendimet tona, duke u kthyer tek origjina e tyre. Nga më erdhi kjo ide apo ky mendim? Të gjithëve ne na kalojnë mendime të ndryshme në kokë. Madje shpesh mendojmë: nuk më ka shkuar kurrë në mend se mund të mendoja diçka më të keqe se kjo. Të gjithë ne kemi pasur mendime që e dinim se nuk vinin nga Zoti. Pra, që të ripërtërim mendjen, duhet jo vetëm që të pranoj se kush jam në Krishtin Jezus dhe të mendoj për të vërtetat e Zotit,
por sa herë që më vinë mendime në mendjen, duhet të pyes: nga erdhi ky mendim? Nëse je një fëmijë i Perëndis, nuk do të kushtoj shumë kohë për të dalluar nëse ato mendime vijnë nga Zoti apo jo. Pra, numri 3 është i bëj vetes pyetjen: nga vjen ky mendim? Numri 4. Refuzoni të pranoni gënjeshtrat e djallit. Ju nuk keni pse i pranoni ato. Në momentin që e kuptoni që ai mendim është nga djalli, atëre mos e pranoni. Satani mund t'ju thotë: ti nuk vlen për gjë. Kush mendon se je? Ti nuk mund të bësh dot asgjë. Nëse mendon, po mendoj se ky zë ka të drejtë, asnjëherë nuk e kam bërë mirë diçka, a e di se çfarë po bën? Ti zgjedh të mos kesh ndërmend gjërat që janë atje lart, por gjërat e tokës. Ti zgjedh të mos i analizosh ato mendime, por ti pranosh ashtu siç vijnë. Ti zgjedh të pranosh gënjeshtrën e djallit për veten tënde. Nëse dua të ripërtëri mendjen time, atëre unë duhet të refuzoj gënjeshtrën e djallit. Mjafton të them: atë, në emrin e Jezusit, e refuzoj këtë gënjeshtër, refuzoj të besoj atë që e di që nuk është e vërtet. Të gjithë ne që jemi bijtë të Perëndis, kemi autoritet t'i themi atij: largohu prej këtu, në emrin e Jezusit dhe me anë të gjakut të Jezus Krishtit. Tek Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 6, vargu 17 thuhet se ne duhet të marrim helmetën e shpëtimit për të mbrojtur mendimet tona, dhe në vargun 14, parzmoren e drejtësisë për të mbrojtur emocionet, ndjenjat dhe dëshirat tona, dhe duke patur në hije brezin e së vërtetës, që të mund të qëndrojmë, besojmë dhe të ecim. Në vargun 15, dhe duke mbathur këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes. Ne duhet të kemi të veshur sandalet e shpëngimit, duke jetuar në shpengimin, shpëtimin dhe shenjtërimin ton. Në vargun 17 thuhet: shpata e frymës është fjala e Perëndis. Ajo më tregon mua të vërtetën. Tek vargu 16, mbi të gjitha, duke marrë mburojën e besimit. Fjala mburojë është fjala greke spelra. Kjo fjalë nuk përshkruan atë mburojën e vogël që mban në dorë një luftëtar kur lufton. Ajo është një mburojë e madhe në formën e një dere. Kjo mburojë është ajo mbrapa së cilës qëndronin ushtarët romak. Shpesh kur dikush i sulmonte, ata bashkonin buzë më buzë këto mburoja. Kur vinin karrocat, ushtarët rrinin sup më sup me njëri tjetrin dhe uleshin nën këto mburoja. Në këtë mënyrë, karrocat kalonin mbi ta. Mburoja e besimit është e madhe mjaftueshëm për të na mbrojtur. Tek vargu 16 thuhet: me të cilën mund të shuani të gjitha shijetat e zjarta të ligut. Unë dhe ti kemi brenda nesh autoritetin për të refuzuar të gjitha gënjeshtrat e djallit dhe për t'i kundërshtuar plotësisht ato. Numri 5. Ndërkohë që ndodheni në procesin e ripërtëritjes së mendjes, ju duhet të zgjidhni të vërtetën mbi ndjenjat. Pikërisht në këtë moment ne futemi në telashe. Fillojmë të besojmë gënjeshtrën e djallit. Mendojmë: nuk ndihem mirë, ndihemi dekurajuar dhe i shtypur, por pikërisht në këtë moment duhet të bëni një pyetje: nga erdhi e gjitha kjo? Kjo gjë nuk vjen nga Perëndia. Ne duhet të mësojmë të zgjedhim të vërtetën para ndjenjave, të ripërtërim mendjen, të mendojmë ashtu si Zoti dhe të kemi ndërmend të vërtetën. Ne duhet të zgjedhim të vërtetën dhe të zgjedhim të mos besojmë gënjeshtrën e djallit. Numri 6 është shumë i thjeshtë, sepse kjo është e vetmja mënyrë se si ju mund të mësoni. Praktikoni të zgjedhni të vërtetën. Zoti thotë se ne duhet të ripërtërim mendjen tonë dhe të jemi personat e vetëm përgjegjës për ta bërë këtë. Si të mësoj ta ripërtëri mendjen time? Duke u ushtruar. Ne duhet të mësojmë të ecim në frymë. Ne duhet të mësojmë të ripërtërim mendjet tona. Perëndia do ta përdorë një person në mënyrën më fantastike të mundshme, vetëm nëse ai
mëson të ecë në frym. Është e mrekullueshme të mësosh sa më shumë për Zotin dhe rrugët e tij, sepse në këtë mënyrë ti do të zbulosh se çfarë është në gjendje të bëjë Zoti në jetën tënde. Ne duhet të vendosim, duhet të zgjedhim të praktikohemi. Duhet ju them një të vërtet të thjeshtë. Shpesh ndjenjat tona do të përzihen me besimin dhe të vërtetën që besojmë. Ndjenjat ndoshta nuk do të qëndrojnë për një kohë të gjatë. A e dini pse? Sepse ne kemi pranuar se kush jemi në Krishtin. Ne kemi vendosur mendjen tonë në të vërtetën dhe kemi filluar të zgjedhim të vërtetën mbi të gabuarën. Ne kemi refuzuar ta lejojmë veten që të marrë formën e gabuar të botës. Vetëm vazhdoni të mendoni të vërtetën dhe ato gjëra që janë të mira, të pastra dhe të shenjta. Zgjidhni të mos besoni gënjeshtrën e djallit. Analizoni mendimet për të dalluar se nga vijnë ato dhe filloni praktikën. Kur të ndodheni para dy zgjedhjeve, atëherë zgjidhni më mirë të ripërtërini mendjen tuaj. Ndonjëherë Satani vjen, ju ofron diçka dhe ju thoni: a do të zgjedh këtë apo të vërtetën? Cila është e vërteta? E vërteta thot: kjo është rruga nëpër të cilën duhet të ecni. Para se të filloni të mendoni se kjo gjë është normale, duhet të mendoni në mënyrën e Zotit. Atëherë, rrugët e vjetra, që ishin një mënyrë më se normale e të menduarit, do të bëhen një përjashtim. A mos vallë do të thotë kjo se do të arrijmë në pikën ku do të mendojmë vetëm gjëra të drejta? Jo për aq kohë sa kemi këtë mish, jo për aq kohë sa jetojmë në këtë botë. Ne nuk kemi për të arritur kurrë në pikën ku të mendojmë gjithmonë dhe në çdo kohë gjërat e duhura. Por pak nga pak ne do të fillojmë të bëjmë një jetë të shenjtë dhe të ecim në frym. Ne nuk kemi sukses gjithmonë në çdo gjë që bëjmë, por e rëndësishmja është që të dimë se çfarë të bëjmë kur ne dështojmë. Pendohuni menjëherë, ripërtërini mendjen tuaj, sepse kjo është rruga e duhur, rruga e bekimit, paqes, kënaqësisë, rruga nëpërmjet së cilës Zoti do t'i bëjë jetën tona efektive në të. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley na sfidoi të ripërtërijmë mendjet tona çdo ditë. Edhe pse ende bëjmë gabime, do të jemi të aftë të identifikojmë me shpejtësi gabimet tona, të pendohemi prej tyre dhe të vazhdojmë të jetojmë një jetë të frytshme dhe të gëzueshme të Krishterë. Apostulli Paul na jep një këshill të mirë në lidhje me gjërat që ne duhet të lejojmë në mendjen tonë. Tek Filipianët kapitulli 4, vargjet 8 deri në 9, ai shkruan: Së fundi vëllezër, të gjitha gjërat janë të vërteta, të gjitha gjërat janë të ndershme, të gjitha gjërat janë të drejta, të gjitha gjërat janë të pastra, të gjitha gjërat janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Ato gjëra që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar nga mua dhe pat në mua, i bëni, dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valëteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.